Disa për jush më kam pyetur, Agroni, di ti se për kë votojnë ata protestuesit në Rjoll që ti mbron? Shikoj, ka kanë votuar. Në zgjedhjet e fundit në Rjoll, 68 prej tyre kanë votuar për Partinë Demokratike, 66 për Partinë Socialiste dhe 55 për Partinë Socialdemokrate, PSD. Vetëm 4 banorë të Rjollit kanë votuar për Partinë Mundësia. Po, që nga e vërtet, 96% pothuajse të votuesve të Rjollit kanë votuar për partitë politike që sot ose po heshtin, ose janë bërë palë me oligarkun i cili po i roben pronat. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet të mbështesim banorët e Rjollit, sepse ata nuk pas kanë votuar për ne në 2025. Është detyra jonë si parti opozitare të jemi në krah të qytetarëve dhe nuk mund të gjykojmë ata se kujt i ka dhënë votën. Sepse ajo që po ndodh në Rjoll ka ndodhur në gjithë Shqipërinë dhe po ndodh në gjithë Shqipërinë prej 1991-shit. Janë pikërisht ato parti politike, partitë e vjetra politike, të cilat qytetarët shqiptar kanë votuar që sot po ja bëjnë jetën të pamundur në Shqipëri, po ju marrin pronat dhe po i detyrojnë që të ikin nga Shqipëria. Ne duhet të bëjmë detyrën tonë, duhet të jemi në krah të qytetarëve. Ky është një rrugëtim i gjatë dhe do dojë kohë të fitojmë besimin e shumicës së shqiptarëve.